Mendoj se të gjitha ekipet, e përmendura edhe ekipet që janë pjesëmarrëse, mendoj se të gjitha ka nga një probabilitet për të fituar, sepse akoma nuk kemi të qartë. Pra, sa do shikojmë edhe një Francë, që është dominuese me Norvegjin apo edhe në grupin e vetë, unë mendoj se akoma nuk e kemi të qartë që ky ekip shkon deri në fund. Se s'ka përplasje të mëdha deri Po, nuk është akoma. Ndërsa pyetja e vështirë para se fillon të botrori. Të gjithë rolet i ka dominues. Ti je realist. Është një Francë. Ka 23 lojtarë njësoj. Po, është një Jam dakord. Është një Francë totalisht. Dhe çalon në krahun e majt me Theo Hernandezin që ai nuk po është komentuar fakt. Është komentuar Goxhani. Ka lojtarë që e mbulojnë atë Theo Hernandez, por është një Francë i ka të gjithë repartet shumë të fortë. Është një Spanjë që luan një futboll të bukur. Po, pyetjen e është një Argjentinë që ka një blok me Mesin. Para se të fillonte botrori, isha ulur me bashkëshortet dhe po bisedonim, edhe ajo e ditë dashurinë time të madhe, edhe për Ronaldon, po edhe për Hollandën, edhe tha, po sikur ky tjetë viti Hollandës, do mërzitesh për Ronaldon, dhe thash, më mirë po prese edhe ca vite për Hollandën, le ta fitoj Ronaldon.